do të përmendim një hadith i cili e përfshin të gjithë fenë islame. Tregohet nga Omeri radiallahu anhu dhe tha, një ditë ishim duke shndruar bashkë me profetin Muhammed alayhis salam. Dhe në atë moment vjen një person i panjohur, me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zi. Mirë për nuk dukeshe tek ai shenjat e udhëtarit. Ai erdhi dhe ul pranë profetit Muhammed alayhis salam. I bashkoi gjunjët e tij me gjunjët e profetit Muhammed alayhis salam. Dhe i bëri disa pyetje. Pyetja e parë që i bëri, tha, o Muhammed, më trego se çfarë është Islami. Profeti Muhammed alayhis salam i tha atij, Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i dërguar i tij. Të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh muajin Ramazanit dhe të kryesh haxhin për atë që ka mundësi. Ky person i panjohur i tha, të vërtetën the. Dhe Omeri radiallahu anhu tha, ne u habitu se si ka mundësi ky person edhe pyet edhe thot të vërtetën the. Pastaj pyet përsëri dhe thot, o Muhammed, më trego se çfarë është imani. Dhe profeti alayhis salam i tha, imani është të besosh Allahun, të besosh engjëjt e tij, të besosh librat e tij, të besosh të dërguarit e tij, të besosh ditën e gjykimit dhe të besosh caktimin ka derën e Allahut se çdo gjë e mirë apo e keqe është e caktuar për Allahut. Të vërtetën the, i tha ky person përsëri. Dhe pastaj pyeti pyetjen e tretë dhe tha, o Muhammed, më trego se çfarë është ihsani, bamirësia ose mirësia më e madhe. Dhe profeti Muhammed alayhis salam i tha, të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Edhe pse ti nuk e shikon, ai të shikon ty. Pastaj e pyeti me pyetje tjetër duke thënë, o Muhammed, më trego se kur do ndodhi kiameti. Tha profeti alayhis salam, i pyeturi nuk di më shumë se sa ai që po pyet në këto momente. Dhe ky person i panjohur i tha, më trego për shenjat e kiametit. Dhe profeti alayhis salam i tregoi 2 shenjat e kiametit. Dhe i tha, kiameti do ndodh atëherë kur robëresha të lindi pa dronën e saj. Dhe shenja e dytë, kur ti shikosh barit këmbëzbathur të leckosur, të garojnë me njëri tjetrin se kush do bëjë ndërtesa më të larta. Dhe ky person i panjohur u largua. Dhe profeti Muhammed alayhis salam i tha Omerit radiallahu anhu, o Omer, a di se kush ishte ky personi që ishte këtu? Tha Omeri radiallahu anhu, Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri. Tha profeti Muhammed alayhis salam, tha ky person i panjohur ishte Xhibrili alayhis salam, engjëlli Xhibril. Erdhi që t'i mësoj juve fenë tuaj. Për ky hadith i profetit alayhis salam, për ky hadith i Xhibrilit që njihet ndryshe edhe si hadithi i Xhibrilit, tregohet e gjithë feja islame. Tregohen 3 shkallët e fesë islame. Tregohet se çfarë është Islami, çfarë është imani dhe çfarë është ihsani. Pa tregohen 5 shtyllat e fesë islame. Tregohen 6 shtyllat e imanit, besimit. Dhe gjithashtu tregohet grada më e lartë e besimit që është ihsani. Të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Edhe pse ti nuk e shikon atë, ai të shikon ty. Pra ta ndjesh gjithmonë mbikëqyrjen e Allahut në çdo vend që ti shkon. Dhe ai person që arrin këtë gjë, pra ka arrit gradën më të lartë të besimit. Dhe gjithashtu tregohen edhe 2 shenja për shenjave të kiametit.